në qoftë se në ato vende do kishte një zgjidhje me dy shtete, atëherë do kishte një paqe gjykojse të përjetshme midis dy popujve, por çështja është se Izraeli e ka dërguar apo e ka kaluar atë vijën e lumit Rubikon dhe tashmë është e pamundur që të rikthehet edhe herë në këtë zgjidhje me dy shtete që u garantua nga presidenti Clinton në takimin e famshëm midis Yitzhak Rabin dhe Yasser Arafat në Camp David në vazhdën e bisedimeve të Oslos, por që duket tashmë me vrasjen e 60.000 civilëve. Nga këto 60.000 civilë, 18.000 janë fëmijë. Do thonë është e tmerrshme të mendohet se si mund të kthehen edhe një herë këta njerëz të mendojnë për paqen. Është e frikshme për atë çka për këtë shembull që po jepet botës dhe kryesisht të rinjve. Benjamin Netanyahu është njëri i cili kërkohet nga gjykata ndërkombëtare penale e Hagës për krime lufte. Dhe ai është aq i sigurt sa që viziton një vend evropian siç është Hungaria dhe askush nuk arreston. Pra kemi rënje në të gjithë organizmave të drejtësisë dhe të rendit global. Pra Organizata e Kombeve të Bashkuara nuk është e aftë që të dali në një përfundim për të paktën për hapjen e ndihmave humanitare në Gaza. Nga ana tjetër, gjykata ndërkombëtare penale e Hagës nuk është e aftë të arrestoj qoftë një njeri gjakatar siç është Vladimir Putin, por qoftë edhe një njeri akoma më gjakatar siç është Benjamin Netanyahu. Dhe në këtë kontekst bëhet fjalë që në gjykimin tim, ajo që ndodhi me 7 tetor, bëhet fjalë për rrëzimin e një rendi. Dhe tashmë rendi i ri që po ngrihet derisa ato pllakat sismike të këtij rendi që po lind tashmë, që pajtohem me zotin Kondi kur shpreh që rendi i ri botror do jetë multipolar, nuk mund të kemi më një rend unipolar siç pretendonte Francis Fukuyama se perëndimi do e orientojë gjithë historinë dhe e konsideronte historinë e mbyllur për gjithë botën, por polet e reja po lindin. Domethënë Rusia, me atë çka kreu në Ukrainë, e ka stabilizuar vendin e vet, domethënë fuqinë ruse si një pol vërtet i rëndësishëm në këtë rend të ri. Nga ana tjetër, Pakistani është një gjysmë poli në ngritje. Kemi Izraelin që sigurisht në gjykimin tim Izraeli është vendi më i rëndësishëm tashmë i botës, nuk janë më Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe hera herës gjykoj se ajo Pax Americana që kemi njohur që pas luftës së parë botërore ka përfunduar dhe tashmë jetojmë në një Pax Judaika, pra që është me qendër Izraeli dhe është Izraeli që i negocion me anë të dhunës kushtet e paqes. Po në qoftë se s'do ketë këtë bekim, do jetë? Gjykoj se Shtetet Bashkuara të Amerikës do vendosin atë çka do i kërkojë Izraeli, pra goditjen e Iranit. Dhe për më tepër që avionët ushtarak F-35, të cilat disponojnë bomba për çarë tunelet që mund të jenë rreth 50 apo 60 metra nën malet e Teheranit apo diku gjethe në Iran, do përdoren dhe kështu Iranit do t'i shkatërrohet e gjithë kapaciteti raketor, balistik, por qoftë edhe hipersonik.